Mirë, po ajo që ka flasun është na takon si shoqëri që të edukohemi. Na takon shoqëri që të edukojmë fëmijët tanë, të edukojmë djemët, të edukojmë të gjithë, të mësojmë djalin që nuk jemi më rëndësishëm se vajza. Elementi baza e kësaj është ti thuash djalit tënd, kush do prind që ka një fëmijë, një djalë, le ti thotë ti nuk je më rëndësishëm se vajza. As edhe 1%. Hiç. Fëmijët të gjithë janë të njëjtë, të gjithë janë të rëndësishëm, njerëzit të gjithë janë të rëndësishëm, të gjithë kemi të drejtat tona, liritë tona dhe do të jetojmë si të tonë. Nëse një vajzë vendos ta lë të dashurin e saj, do ta lë. Kush je ti ta ndalosh? Kush je ti ta ndalosh? Prandaj ta eliminojmë dhunën kulturore ndaj grave, ta eliminojmë këto që apo na sjell deri në këtë ditë sepse edhe dy burra kemi të vrarë prej mendësisë patriarkale. Sepse unë ta vras familjen, i thot. Nëse ti ndohesh për me unë ta vras. Edhe ndodhi, ai mbajti fjalën gjatë gjithë kohës. Po, prandaj po them, këtu nuk po dëmtohen vetëm gratë dhe vajzat. Këtu po dëmtohet e gjithë shoqëria. Po dëmtohen burrat, po dëmtohen djemtë, po dëmtohen vajzat, gratë, komplet shoqëria. Po dëmtohet sistemi i shtetit, sepse tash kemi një stagnim, një neglizhencë të madhe, një dështim të madh kemi. Sepse ne kemi pasur edhe më herët flora dështimit të shtetit. Kemi vrasjen e Hamide Magashit në oborrin e Çikukës, e cila priste talent të fëmijën e saj. Vrarë nga burri i saj në brenda institucionit të shtetit. Jemi dëshmitar të kaq shumë vrasje, kemi vrasje në qendrën civile në Kosovë. Atu ku duhet të ishte mbrojtur. Hën dhe e vrat një vajzë 21 vjeçare, burri i saj. Ish burri i saj. Prandaj po them që ne fillimisht duhet që të edukohemi si shoqëri. Të mësojmë gjanat elementare, bazë, ABC-n. ABC-n e sjelljes dhe të pranimit të tjetrit. Ne pretendojmë që jemi solidar, të dashur, të mirë. Në teori, por në praktikë nuk është se i qëndrojmë asaj që kemi. Këto vetëm i kemi për publikun, të themi në publik i kemi, por nuk i kemi. Prandaj po themi nuk e duam njëri tjetrin në teori, por nuk është se i praktikojmë të njëjtat. Ne nuk e duam njëri tjetrin. Ne nuk kemi mëshirë për njëri tjetrin, ne nuk kemi solidaritet me njëri tjetrin. Absolutisht nuk e ndjejmë dhimbjen e tjetrit. Dhe mundohemi ta shtypim sa më shumë. Në këtë rast. Cili ka qenë qëllimi, cili është interesi publikut? E mendon familjen e vajzës? Në këtë rast, cila do që të kenë rrethana të vdekjes saj, derisa atë qartësohen. Kë po e mbron? Ka qenë e lëvizshme.